Piktori vlonjat Roland Runa i ka shtuar pranver Sarandës me ekspozitën e tij vetjake, shumë ndryshe nga shumë të tjera. Në ekspozitën e titulluar Palimpsest, piktura shfaqet si një sipërfaqe kujtese, ku çdo shtresë ngjyre ruan gjurmët e një imazhi të mëparshëm, të një ndjesie të kaluar, të një kohë që nuk është zhdukur plotësisht. Autori thot se këto punë ndërtohen si mbivendosje emocionesh, peizazhesh dhe fragmente personale që lidhen me qytetin e Sarandës. Kënaqësi shumë e madhe që ndodhem sot në çeljen e ekspozitës time personale Palimpsest në qytetin e Sarandës. Ka qenë gjithmonë një dëshirë e kahershme e imja që të prezantoja punët e mia përpara publikut sarandiot. Ekspozita e sotme titullohet Palimpsest, është një ekspozitë e kopsitur enkas për qytetin e Sarandës, pra janë rreth 40 punë, kryesisht shumica janë bërë për ndjesit, emocionet, kujtesën, memorien, të gjitha ato që më sjellin ndërmend qytetin e bukur të Sarandës. Palimpsest është lidhet të themi nga pergamenat e vjetra një mbivendosje imazhesh dhe kujtimesh, një histori e re e shkruar në historinë e vjetër, por pa harruar historinë e vjetër. Kjo është edhe ideja që unë doja të shprehja në këtë ekspozitë për këtë qytet të mrekullueshëm. Punët variojnë, mund të flasim që nga antikiteti i lashtë, që para Krishtit madje, mund të flasim për një periudhë të fëmijërisë sonë, mund të flasim për aktualitetin që ne po jetojmë, por gjithashtu me sy gjithmonë drejt ardhmës. Siç thash, janë 40 punime të teknikave mikse, kryesisht, formatet janë të mëdha, pastaj ndjesitë janë të ndryshme, çdo punë është një puzzle që mund ta lidh me këtë ide të Palimpsestit. Ata që patën rastin ta vizitojnë të parët ekspozitën e çelur mbrëmjen e kaluar në qytetin bregdetar, panë se Saranda e vlonjatit Roland Runaj nuk paraqitet si kartolinë turistike apo si pamje i qartë dokumentare. Për piktorin Lefter Çeko, që është edhe organizator dhe kurator i ekspozitës, gjithçka vjen si përjetim i brendshëm, det si masë e thellë blu që përthith kujtimet, drita si shpërthim që zhduk konturet, rrugët si trajektore që rikthehen në mendje, objektet e përditshme si relike intime të jetës urbane dhe bregdetare. I frymëzuar, i përgatitur këtu e një vit përpara që ka bërë kërkesën për të çelur këtë ekspozitë, që veprat e tij mbartin atë memorie, atë gjithë kulturën, kujtimet, pra është një dedikim për qytetin e Sarandës dhe në tërësinë. Duke filluar që nga antikiteti, nga lashtësia, deri në ditët më moderne. Dhe kjo duket shumë bukur në tablote mëdha, në tablote vogla, pra format simbolike, pikturimi dinamik i ngjyrave, i dritës, i hijes, çfarë turisti shikon këtu dhe gjithmonë e promovon, i gjejmë tek veprat e Rolandit. Në këto kompozime, figuracioni dhe abstraksioni bashkëjetojnë në tension krijues. Ato karakterizohen nga penelata energjike, rrjedhje spontane dhe shterime të dendura, duke krijuar një ritëm vizual ku e dukshmja dhe fshehura alternohen vazhdimisht. Ekspozita e titulluar Palimpsest është kështu si një rrëfim në telajo për mënyrën se si qytetet jetojnë brenda nesh, jo si harta rrugësh e ndërtesash, por si përjetim emocionesh. Në pikturën e Roland Runajt, kujtesa rikthehet në fragmente, në ngjyra, në aroma, në dritë, në zhurmën e detit, apo edhe në heshtjen e një nate buzbregut. Duke ndjekur këtë prirje, punët e ekspozitës së sjellë në galerinë e Sarandës shfaqen dhe pëlqehen, pasi ato vijnë si një rrëfim poetik. Në qytetin e bukur të Sarandës, kjo ekspozitë rikthen marrëdhënien mes vendit dhe kujtimit, mes syrit dhe shpirtit. Palimpsest është një ftesë për të lexuar shtresa të padukshme të një qyteti si Saranda.